Banesa merr flak në Kuçov, komshin shpëtojnë 90 vjeçaren që jetonte vetë me fqinjë, tregon çastet e para. Një zjarr ka përfshirë mesditën e sotme një banesë në fshatin Tapi në bashkinë e Kuçovës. Fal ndërhyrjes së menjëhershme të komshinjve është raportuar se 90 vjeçaria Sharina Hatia u shpëtua. Ajo jetonte vetme në banesë. Sipas të dhënave paraprake, zjarri dyshohet të ketë nisur si pasojë një shkëndije elektrike në një prej prizave të shtëpisë. Fillimisht flakët janë shfaqur në dhomën e ndenjes dhe më pas janë përhapur me shpejtësi në gjithë banesën. Komshinjt kanë ndërhyrë menjëherë duke nxjerrë të moshuarën jashtë banesës, ndërsa më pas ajo u transportua me ambulancë në spitalin e Kuçovës për një kontroll rutinë. Fatmirësisht 90 vjeçaria është në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk ka pësuar djegje. Një fqinjë 90 vjeçare stregoi për momentin e zjarrit. Flaka ishte andej, por rinte ulur. Do digjej edhe ajo. Vajtëm dhe nxorëm nga banesa, ishte nusja e Agronit Matan dhe po fikte flakët me zor, ka treguar ai. Në vendngjarje kanë mbritur forcat e shërbimit zjarfikës të Kuçovës, të cilat ju bashkuan edhe efektivët e zjarfikses së Dimalit. Pas një ndërhyrje të shpejtë, flakët u lokalizuan dhe ushuan duke parandaluar përhapjen e tyre, megjithse banesa ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Shkaku paraprak i zjarrit dyshohet të jetë një defekt në instalimin elektrik.